Në botën e sotme, mëlçia yndyrore është bërë një nga problemet më të zakonshme shëndetësore që prek njërin nga çdo 3 të rritur në të gjithë globin. Kjo gjendje shfaqet kur yndyra grumbullohet në qelizat e mëlçisë, duke e bërë organin ton më të rëndësishëm të punojë nën presion të vazhdueshëm. Por lajmi i mirë është se ndryshimet e thjeshta në stilin e jetesës mund të çojnë në përmirësime dramatike, madje edhe brenda 10 ditësh të para. Sot do të zbulojmë 5 mënyra të mbështetura nga shkenca për të filluar uljen e yndyrës në mëlçi. Këto nuk janë formula magjike, por strategji të vërteta që kanë treguar rezultate të matshme në studime klinike. Por përpara se të fillojmë këtë udhëtim drejt një mëlçie më të shëndetshme, ju lutem ta ndiqni videon deri në fund që të merrni informacionin e plot dhe mos harroni të bëni subscribe kanalit. Mënyra e parë: ushqimi mesdhetar dhe eliminimi i sheqerit të shtuar. Dieta është faktori më i fuqishëm që ndikon në shëndetin e mëlçisë. Kërkimet shkencore kanë konfirmuar se një ushqim i bazuar në stilin mesdhetar mund të fillojë të ulë yndyrën në mëlçi pothuajse menjëherë. Çfarë nënkupton kjo? Në thelb, një person duhet të konsumojë më shumë ushqime bimore sesa ato shtazore. Frutat dhe perimet duhet të mbizotërojnë në pjatë. Hulumbat e plota, si tërshëra, elbi dhe perime me gjethe të gjelbra, ofrojnë fibra të tretura dhe të patretura që ndihmojnë në rregullimin e sheqerit në gjak dhe mbështesin metabolizmin e duhur të yndyrës. Vajrat e shëndetshëm janë thelbësore. Vaji i ullirit, i pasur me yndyra monopaforte, është një mbrojtës i shkëlqyer për mëlçinë. Studimet rekomandojnë 4 lugë gjelle vaj ulliri në ditë për efekt optimal. Në vend të tij, personi mund të konsumojë edhe arr, bajame, arra dhe fara liri që përmbajnë po këto yndyra mbrojtëse. Proteinat të dobta janë po aq të rëndësishme. Peshku, veçanërisht salmon, sardelat dhe uskumbria, ofrojnë omega-3 që ulin inflamacionin dhe përmirësojnë profilet e kolesterolit. Mishi i pulës, pula e detit dhe bishtajorët janë alternativa të shkëlqyera, ndërsa mishi i kuq duhet të kufizohet në 2 ose 3 herë në javë. Por armiku kryesor është sheqeri i shtuar. Sheqeri i tepërt, veçanërisht nga pijet e gazuara, ëmbëlsirat dhe ushqimet e përpunuara, shndrohet drejt për drejt në yndyrë brenda mëlçisë. Një person që eliminon këto burime të sheqerit të shtuar mund të shohë përmirësime të dukshme brenda javës së parë. Uji me lëng limoni në mëngjes, 2 deri në 3 herë në ditë, mund të mbështesë detoksifikimin natyror të mëlçisë. Gjithashtu, frutat e freskëta në vend të ëmbëlsirave të përpunuara ofrojnë vëlsirë natyrale pa rrezikuar shëndetin e mëlçisë. Mënyra e dytë: çaj, gjelbër dhe kafeja. Ky mund të tingëllojë surprizues, por pijet si çaji, gjelbër dhe kafeja kanë treguar përfitime të jashtëzakonshme për mëlçinë yndyrore. Çaji gjelbër është i pasur me katekina, një lloj antioksidanti i fuqishëm që ndihmon në uljen e yndyrës në mëlçi dhe përmirëson enzimat e mëlçisë. Studimet kanë treguar se 2 deri në 3 filxhan çaj të gjelbër pa sheqer në ditë mund të reduktojnë ndjeshëm grumbullimin e yndyrës. Katekinat në çajin e gjelbër mbrojnë mëlçin nga inflamacioni dhe stresi oksidativ, 2 procese që përkeqësojnë mëlçinë yndyrore. Gjithashtu, çaji i gjelbër përmirëson metabolizmin e yndyrës dhe ndihmon në djegjen e saj. Kafeja, nga ana tjetër, ka qenë subjekti shumë studimeve të fundit. Në mënyrë surprizuese, kafeja ka treguar efekte mbrojtëse ndaj mëlçisë yndyrore. Specialistët rekomandojnë deri në 3 filxhan kafe në ditë për personat me mëlçi yndyrore. Saktësisht, si ndihmon kafeja? Ajo përmirëson metabolizmin e yndyrës në mëlçi, ul inflamacionin dhe mund të ngadalsojë progresionin e mëlçisë yndyrore drejt formave më të rënda. Është e rëndësishme që kafeja të pihet pa sheqer dhe pa qumësh të plot yndyrash për rezultatet më të mira. Një tjetër pije e dobishme është uji me limon. Shkencëtarët sugjerojnë se limoni mund të mbështesë detoksifikimin natyror të mëlçisë dhe të ndihmojë në uljen e yndyrës. Pija prej ujit me një lugë uthull molle dhe një lugëz mjalt në ujë të ngrohtë ka treguar gjithashtu përfitime në studime të vogla. Mirëpo, pika më e rëndësishme është hidrimi i përgjithshëm. Të paktën 8 gota ujë në ditë ndihmojnë mëlçin të largojë toksinat dhe të përpunojë lëndët ushqyese në mënyrë më efikase. Uji është thelbësor për të gjitha funksionet e mëlçisë, përfshirë metabolizmin e yndyrës. Mënyra e tretë: humbja e peshës. Mbi pesha është një nga faktorët kryesor që kontribuojnë në zhvillimin e mëlçisë yndyrore. Por, lajmi i mirë është se nuk është nevoja për një transformim drastik. Studimet kanë treguar se një ulje e peshës trupore vetëm me 5 deri në 10% mund të reduktojë ndjeshëm yndyrën në mëlçi dhe të ulë inflamacionin.
Për një person që peshon 90 kg, kjo do të thotë të humbas vetëm 4 deri në 9 kg. Është një objektiv i arritshëm dhe realist që mund të ndikojë thellësisht në shëndetin e mëlçisë. Si mund të arrihet kjo? Shtimi i kalorive duhet të reduktohet gradualisht, por jo në mënyrë drastike. Një deficit i moderuar prej 400 deri në 500 kalori në ditë është ideal. Kjo do të thotë të zgjedhësh ushqime me densitet të ulët kalorik, por të pasura me lëndë ushqyese, saktësisht atë që ofron dieta mesdhetare. Një tjetër element kyç është proteina. Konsumimi i proteinave të dobta në çdo vakt ndihmon në ruajtjen e masës muskulare, ndërsa trupi djeg yndyrën. Peshku, tofu, bishtajorët dhe produktet me qumësht me pak yndyrë janë zgjedhje të shkëlqyera. Por është shumë e rëndësishme që humbja e peshës të bëhet ngadalë dhe në mënyrë të qëndrueshme. Një ulje prej 1 deri në 2 kg në javë konsiderohet ideale. Humbja e shpejtë e peshës mund të ketë efektin e kundërt, duke rritur ngarkesën mbi mëlçin dhe duke përkeqësuar gjendjen. Hulumtimet kanë treguar se njerëzit që humbasin peshë me një ritëm të moderuar, jo vetëm ulin yndyrën në mëlçi, por gjithashtu përmirësojnë ndjeshëm rezistencën ndaj insulinës, një faktor tjetër kyç në mëlçin yndyrore. Mënyra e katërt, eliminimi i plotë i alkoolit dhe kufizimi i barnave pa recetë. Edhe nëse një person nuk ka mëlçi yndyrore alkolike, konsumimi i alkoolit mund ta përkeqësojë ndjeshëm gjendjen. Studimet nga viti 2019 kanë treguar se edhe konsumi i moderuar i alkoolit mund të nxitë progresionin e mëlçisë yndyrore drejt gjendjes më të rëndë. Për këtë arsye, eliminimi i plotë i alkoolit për të paktën në 10 ditë dhe idealisht për më gjatë është një nga ndryshimet më të fuqishme që një person mund të bëjë. Kjo i jep mëlçisë kohën të detoksifikohet dhe të fillojë procesin e riparimit. Alkooli procesohet nga mëlçia si një toksinë. Kur mëlçia është tashmë mbushur me yndyrë, shtimi i ngarkesës toksike nga alkooli e vë atë në presion të jashtëzakonshëm. Madje një periudhë pa alkool prej 30 ditësh mund të sjellë përmirësime dramatike në markerët e mëlçisë. Por jo vetëm alkooli. Shumë barna pa recetë, vitamina dhe suplemente mund të vendosin stres shtesë mbi mëlçin. Ilaçet e zakonshme si paracetamoli, nëse përdoren në doza të larta ose për periudha të gjata, mund të dëmtojnë mëlçin. Për këtë arsye, është thelbësore që çdo person me mëlçi yndyrore të konsultohet me mjekun e tij përpara se të marrë ndonjë suplement, vitaminë ose bar pa recetë. Edhe suplemente që konsiderohen të sigurta mund të kenë ndërveprime dhe të rrisin ngarkesën mbi mëlçin. Disa bimë mjekësore kanë treguar përfitime të mundshme. Qumshti i voglushes, ngjyraqi i rrënjve dhe kurkumina kanë vetim mbrojtëse për mëlçin. Mirë po edhe këto duhet të përdoren vetëm në mbikëqyrjen e një profesionisti shëndetësor, sepse doza dhe cilësia janë thelbësore për sigurinë dhe efikasitetin. Një tjetër element i rëndësishëm është shmangja e substancave kimike të dëmshme. Kjo përfshin shmangjen e produkteve të pastruara të ashpra, pesticideve dhe pluhurave toksik kur është e mundur. Mëlçia filtron çdo substancë që hyn në trupin ton, prandaj sa më pak toksina të hyjnë, aq më mirë për shëndetin e saj. Mënyra e pestë, ushtrimet fizike. Aktiviteti fizik është një nga armët më të fuqishme kundër mëlçisë yndyrore, dhe efektet e tij mund të shihen edhe kur pesha trupore nuk ndryshon shumë. Kjo është një zbulim shumë i rëndësishëm. Ushtrimet mund të ulin yndyrën në mëlçi pavarësisht nga humbja e peshës. Studimet klinike kanë konfirmuar se 150 minuta ushtrime aerobike në javë me intensitet të moderuar arrin rezultate klinike domethënëse. Kjo përkthehet në rreth 30 minuta në ditë, 5 ditë në javë. Por çfarë do të thotë intensiteti moderuar? Në terma praktik, një person duhet jetë në gjendje të flasë gjatë ushtrimit, por jo të këndoj. Një shëtitje e shpejtë, ciklizëm i lehtë, not ose vallëzim janë zgjedhje të shkëlqyera. Nëse një person gulçon për frymë dhe nuk mund të flasë, atëherë intensiteti është i lartë, por edhe sasitë më të vogla bëjnë diferencë. Studimet kanë treguar se vetëm 135 minuta në javë, 3 ditë nga 45 minuta, mund të japin përfitime të matshme. Pra, edhe nëse dikush nuk arrin objektivin ideal, çdo lëvizje është më mirë se asgjë. Ushtrimet me rezistencë, si ngritja e peshave ose ushtrime me peshën e trupit, janë gjithashtu shumë të dobishme. Këto ushtrime ndërtojnë muskuj, dhe muskujt më të mëdhenj përmirësojnë metabolizmin e glukozës dhe djeg më shumë yndyrë edhe në pushim. Studimet kanë treguar se kombinimi i ushtrimit aerobik dhe atij me rezistencë ofron rezultatet më të mira.
por rregulla kryesore mbetet: zgjidhni diçka që ju pëlqen dhe që mund ta bëni vazhdimisht. Qëndrueshmëria është çelësi i suksesit afatgjatë. Brenda 10 ditëve të para të një programi të rregullt ushtrimi, proceset metabolike fillojnë të ndryshojnë. Mëlçia fillon të oksidojë më shumë yndyra, të prodhojë më pak yndyra të reja dhe të mbrojë qelizat e saj nga dëmtimi. Edhe nëse ndryshimet nuk janë ende të dukshme vizualisht, ato po ndodhin në nivel qelizor. Tani që kemi eksploruar këto 5 mënyra të mbështetura nga shkenca, le të rishikojmë mesazhin kryesor. Mëlçia yndyrore është një gjendje e kthyeshme. Nuk është një dënim përfundimtar, por një paralajmërim i trupit ton që kërkon vëmendje. Brenda 10 ditësh të para të ndryshimit të stilit të jetesës, proceset biokimike fillojnë të ndryshojnë. Mëlçia fillon të djegë më shumë yndyrë, të prodhojë më pak yndyrë të re dhe të riparojë qelizat e dëmtuara. Edhe nëse këto ndryshime nuk janë ende të dukshme në analizat e gjakut, ato po ndodhin në nivel molekular. Por ndryshimi real kërkon kohë dhe qëndrueshmëri. 10 ditë janë fillimi, jo fundi. Personat që vazhdojnë këto zakone shëndetësore për 3 deri në 6 muaj shohin përmirësime dramatike. Studimet kanë treguar se disa njerëz arrin ta kthejnë plotësisht mëlçinë yndyrore me ndryshime të stilit të jetesës. Është gjithashtu thelbësore të kuptohet se çdo person është unik. Ajo që funksionon më mirë për njërin mund të ketë nevojë për përshtatje për tjetrin. Prandaj, bashkëpunimi me një mjek, dietolog ose specialist i mëlçisë është i domosdoshëm për të krijuar një plan të personalizuar. Simptoma të tilla si lodhja, shqetësimi në barkun e djathtë të sipërm ose dobësimi i pazakontë duhet të vlerësohen nga një profesionist shëndetësor. Analizat e gjakut dhe imazhet mjekësore janë të domosdoshme për të monitoruar progresin dhe për të siguruar që gjendja po përmirësohet. Mbani mend, çdo hap i vogël lëviz drejt shëndetit më të mirë. Edhe nëse një person nuk mund të zbatojë të gjitha 5 mënyrat menjëherë, fillimi me njërin ose 2 prej tyre është shumë më mirë se mos bërja asgjë. Gradualiteti dhe qëndrueshmëria mposhtin perfeksionizmin dhe përpjekjet e shkurtra drastike. Mëlçia është një organ i jashtëzakonshëm me aftësi të mahnitshme rigjenerimi. Kur i jepet mbështetja e duhur përmes ushqyerjes së shëndetshme, lëvizjes së rregullt, hidratimit të mjaftueshëm dhe eliminimit të substancave të dëmshme, ajo mund të shërohet dhe të kthehet në funksionimin optimal. Udhëtimi drejt një mëlçie më të shëndetshme fillon me një vendim. Vendimin për të kujdesur për trupin që kemi. Dhe ky vendim, i përcjell me veprime të vogla dhe të qëndrueshme çdo ditë, mund të transformojë jo vetëm shëndetin e mëlçisë, por shëndetin e përgjithshëm dhe cilësinë e jetës.